çdo puni për këtë njeriut, përveç agjerimit. Agjerimi është imi dhe unë për të shpërblej. Agjerimi është mbrojtje. Nëse dikush për ju agjeron, le t'i lërë marrëdhëniet e jashtme dhe mos të bërtas. E nëse dikush e shan apo dëshiron të rrihet, le të thotë, unë jam njeri që agjeroj. Pasha atë në duart e të cilit është shpirti Muhammedit, era e gojës së agjeruesit me siguri është më e këndshme te Allahu se sa era e parfumit. Agjeruesi ka dy shkaqe me të cilat gëzohet. Gëzohet kur bën iftar dhe gëzohet me agjerimin e tij kur do të takojë krijuesin e tij. Lumet na kush po na vjen dhe shumë të mira po na vjen. Kush imanin po na shton Ramazan o fadio. Kush imanin po na shton Ramazan o fadio. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë malin ka marrë, në akşam me baj iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë malin ka marrë, në akşam me baj iftar. Lumaj që ta din t'i vlerën, për gjennet e ka qelderën, veprat mira kur sa të mund, shumë thirë Zotin na i pagun. Veprat mira kur sa të mund, shumë thirë Zotin na i pagun. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë malin ka marrë, në akşam me baj iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë malin ka marrë, në akşam me baj iftar. Çdo ditë me gëzim po kalon, ti mes veten afron, ah si kur Zoti ta ban, që çdo herë tjetë Ramazan. E si kur Zoti ta ban, që çdo herë tjetë Ramazan. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë malin ka marrë, në akşam me baj iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë malin ka marrë, në akşam me baj iftar. Idem o që më do t'jesh, ban t'i dhiker sa ma shpesh, me ndeni me sa ma mirë, me përzjell këtë misafir. Me ndeni me sa ma mirë, me përzjell këtë misafir. Muslimani sot e gëzim ka, bajnë bajram Allah me Allah. I madhe i vogël sot e u gëzof, për shumë vjetë për hajrë në kohë. Se muslimani sot e gëzim ka,
bëjmë bajram Allah me Allah. I madhi vogël sot nuk zof, për shumë jetë për hajnë në kohë. Muslimani sot zim ka, bëjmë bajram Allah me Allah. I madhe i vogël sot nuk zof, për shumë jetë për hajnë në kohë. Se muslimani sot i gzim ka, bëjmë bajram